nuk e dija ju kujtohet, ne kemi qenë në një intervistë virtualisht kështu, le të themi vetëm para një viti nëse nuk gaboj, me atë që sot e kam edhe fizikisht në studio. Djalin nga Prizreni, nga Kosova, Ceki Hoti, përshëndetje. Përshëndes. Besoj se historinë tënde e din paka shumë të gjithë, por ka gjëra që nuk i din të gjithë. Ka gjëra që nuk i din, edhe sot kemi mi shpalos, kemi mi tregu se qa ka të ardhmen, që jam të bo tash kur e kam vazhdu edhe rrugtimin. Tani, unë jo më ka të përmenda që jemi në muajin e Ramazanit, sepse ti ke pasur një rrugtim mjaft të veçantë, le të themi nga Kosova e deri në vendet e mrekullueshme, në vendet e shenjta, për të shkuar me biçikletën tënde, por edhe për të bërë umren atje. Tani, ne kemi biseduar së bashku, por kur ço kështu fizikisht, më duket edhe më interesante biseda sot. Sot pas një viti, si do ta përshkruaje atë rrugtim tëndin? Rrugtimin tim e përshkruaj diçka pa mojshme, po që u bë e mojshme me vullnet, se kur të ki vullnet, pa marrë parasysh edhe nëse s'ki viza, edhe nëse s'ki mjete financiare. Kur kishe vullnet, patjetër çdo send bëhet. Edhe pse nuk ki viza në Indonezi, nuk ki viza në Kinë, kanë thonë shumica është pa mojshme me shkuën, që se shkon atje është mrekulli. Po, ja kam shku në Indonezi, kam marrë prap kam me shku, dhe në thënë, çdo send me vullnet bëhet. Mi shkove me synimin për të realizuar umren, apo shkove me synimin që unë dua të shkoj te ky vend? Nëse e lidh me aspektin fetar, çfarë unë gjallë në ty kur peja? Jo, domethënë synimi është kanë që e din krejt për atë vajzën në Indonezi, nuk kam pas as ëndër me shku në numre, po domethënë rrugtimi e kanë deri në UAE, deri në Dubai. Prej aty kur erdha, unë katrum dëgjona është mbyll rrugtimi për kjo kam pas me shku në Indonezi, edhe si u bë puna as vetë nuk e di, që ka shkruajt Allaj me shku në Qabe. Vetëm kur kam pa veten jam nis, domethënë kam pa vizën, jam nis për Arabi Saudite. Edhe domethënë kjo është fat për mua, po edhe kënaqësi me pa edhe Qabën, me pa edhe Medinën, që kam shkuar edhe në Medinë. Edhe domethënë prap kam shku, domethënë një herë vetëm me biçikletë, një herë jam kthy, e kam marrë edhe nanën, kemi shku bashkë me ta. Domethënë dy herë është ëndër për mua. Çfarë të shtyll që të shkosh përsëri për të dytën herë dhe të marrësh edhe mamin me vete? Nana ka pas qef shumë me shku atje. Edhe thash, okay, këtë pjesë e kryta, ta kryej edhe pjesën nanës tem, se është mërzit shumë. Ka pas qef edhe më pa, nuk e di. Në të shtëpisë më ka thonë që hajde një herë, shehe, dhe më rri pak, edhe tani mosh me vazhdu pjesën tonë që dush me bë. E kemi kryej edhe ato. Nana është tash në qef, dhe më po këtën një herë një jetë e ka pa. Në qef për dy gjëra, për umren edhe nga ana tjetër ti vendosi një unas. Po, domethënë tash është unaza gjys, nuk është e plota, domethënë kjo është e fejesës, martesës, hala nuk është në rend. Shpresoj shumë që ka më bën edhe ajo. Tani, do të dalim aty, por ta shtjellojmë edhe pak më shumë këtë pjesën në rrugtimit tënd për tek vendet e shenjta. Sa kohë të mori, kush të priti atje, me kë u takove rastësisht, kush ishte? Po, domethënë çdo sen më ka bekatuar Allaj me të mira, me tona të mira që as vetë nuk e kam pas ëndër mi pa. Domethënë do gjëra që nuk tregon, do gjëra që tregon. Unë kur kam pas me shku në plan, kam pas me shku në Qabe, me kryu umren, edhe më kryu mrapsht në rregull me vazhdu rrugtimin. Po ndodhen gjëra paprita që jo stuhi shiu, jo gjëra që as vetë nuk e kam prit, po që kam menuar që okay, për atë për momentin mon nuk kam pështim. Domethënë kam e vdek ose nuk i dihet çfarë jetës. Për atë stuhi shiu erdhi një beduin, nëse i thojnë beduin aty në arab, edhe domethënë tha hyn në kerr, domethënë derisa të kalon stuhia. Për atë tha kajt je që të fol për Kosovës, tha kam një shok që është në Mekë jeton aty. Vardonin e përshëndes shumë, Vardon Pekun. Edhe domethënë kem folur aty, ai nuk më ka njoft asnjëherë, vetëm mes telefonit. Kur kam thonë që jam dëvar numre, domethënë me biçikletë, kjo është e pamojshme, nuk më merr mendje që është serioz. Okej, tha më vën hajde në Mekë, shohum, takohemi te banisa e tij, edhe për atë më kemi kaluar shumë 10 ditë, 12 ditë tepër të mirë. Kemi bën tona gjëra, kemi vizituar shumë mirë, edhe kemi takuar shumë njerëz dashëm.
Është e mrekullueshme. Rasia është... Rasia, çdo sen më kanë dorë rasia, unë kam planifikuar shumë sene, por nuk më kanë dalë. Më ka dalë vetëm 5% ose 2-3% e asaj që kam planifikuar. Domethënë këtë janë kanë rastësisht, po të mira. Çfarë përjeton njeriu shpirtërisht atje? Është sikur me lënë çantën në shtëpinë, me lënë diku jashtë kufive të Mekës, edhe me një aty më qetësu, çlirohesh, nuk ki galet e punës, galet e shtëpisë apo gjëra të tjera. E krye numrat tani kur dal ti papi gjë ato, po për moment kur je aty qetësi shpirtërore, sidomos në Medinë. Në Medinë jam një shumë më lirë. Në Mekë ki obligimet, ki gjëra që duhet mi kry. Në Medinë vetëm shlirohesh, kënaqesh, pushon, shumë mirë shkon. A ishte më ndryshe me nënën? Me nënën pak më mirë se kur vetë kur ti është dyqysh jo shumë kaqme, kur këtë dikon që e ki me qef, jemi kënaq, kemi shku edhe shumë vene që nuk i kem ditë, edhe pse i më kanë herë parë, por nuk kem pas mundësi mi taku, mi vizitu, edhe tash me nënën pak më ndrysh, në qef, kur e shë nënën tonë që është në qef, është buzqesh, kështu, vjen dyqysh shumë mirë edhe e ke arrit ti si djallë diçka pak më. Jo vetëm për gra, jo vetëm për atë vajzën, domethënë që kam shkuar në Indonezi, po edhe nona ka venin e vet. A e vulos më shumë kjo fen në mendjen tënde, në shpirtin tënd kur sheh këto vende? Vendet kur sheh, domethënë mëson shumë. Unë nuk jam që di shumë gjëra, di për Islam, i di ato që duhet, po mëson shumë gjëra për vendasve, për edhe të hujve, edhe sheh që nuk është bota bashkë qysh e sheh vetëm televizione ose vetëm rrjetet sociale. E sheh, mëson shumë gjëra që ty të nevojiten, edhe për rrugtim, më ka nevojit edhe për rrugtim, po edhe për jetë përditshme, edhe për atë vajzën, po edhe për nënën tëm se domethënë është sevap. Ciki, jemi në muajin e Ramazanit. Ti dhe rrugtimet, a qëndron agjerimi me gjithë rrugtimin tënd me biçikletën tënde? Domethënë agjerimi, po, është besoj inshallah, më mëson Allah me të lehtë. Po Ramazani e kalon njëtën mundësi e kam pas. Domethënë jam kanë Dubai, gjysmë në Pakistan, me rrugtim me biçikletë kam kry. O këshoni suksesshëm, domethënë nuk e kam hup asnjë ditë. Shpresoj që edhe që Ramazan njëtin. Këtash kam me pas pak më vështirë se domethënë Evropë, jashi, gjana, po shpresoj shumë që kam kalu mirë. Zoti ta bëft kabull. Tani dalim te kjo, ku të gjen ky Ramazan ty? Ku do jesh me këtë biçikletën tënde? Tash për momentin domethënë jam nis prapë Kosovës, ky është vetëm vazhdim i rrugtimit që e kam lënë gjysmë. Domethënë Unë dal në Ulqin pak, te kush erdhe? Po qëndron. Tash jam tu qëndru te Vardon Peko, edhe te Xhamia Lamit. I përshëndes shumë ata, xhamatin, edhe hoxhën e përshëndes shumë. Tash jam të qëndru aty, edhe rrugtimin besoj që e marr nesër. Vazhdoj për Kroaci, për Sloveni, Austri, Zvicër, kam shku me taku edhe të afërm, Gjermani, Francë, Luksemburg, Spanjë edhe Portugali. Prej aty në Portugali ose në Spanjë, Gibraltar, kur të shoh, nëse muj me shku për Afrikë, nëse muj me marr vizën e Marokos, atëherë vazhdoj për Afrikë. Po që ju atëherë dal në Kolombia, prej aty dal në Honduras, nëse jam i sigurt, Kili, Argjentinë, ku kam edhe rrugtimin. Vetëm? Apo me këtë personin? Jo, vetëm me personin është pak rrezik, sidomos për femra gjana pjesë të Afrikës e këto, nuk du me rrezikoj vetëm, po ata jo. Mirë, tani, se ne nuk e kemi biseduar së bashku. Di se e kemi biseduar në media tjera, por së bashku nuk e kemi folur këtë pjesën e kësaj vajzës, e cila të ka rëmbyer zemrën, po si ndodhi? I kam thonë shpesh, po njerëzit edhe ngatrojnë ose nuk dojnë me ndëgju. Unë e kam pa për herë të parë ato, domethënë mas një vjet e gjysë ku kam nisë rrugtimin, e kam pa në qytet vetën. Asnjëherë nuk e kam pa live. Jemi taku, kemi nisë me fol në mes rrjeteve sociale që është Bottled, është një rrjet social për pen pal. Pen janë ato shkrimet, letrat si Telegram që kanë kalunet. Prej aty e kemi nisë, domethënë në Instagram e dal, edhe prej aty kemi dalë në WhatsApp, ku kemi vazhdu një kod gat. Shumica më kanë thonë pse shkon aty nashti del dikush fals, dikush është të bajgore me ty. Unë po tham edhe një herë, kur ki besimin e plot në çdo gjë është e mëshme. Prej aty domethënë kemi vazhdu, kemi pas ato ngacresat e vogla, në masi si çdo kush,
po prapë se pap tash jemi, edhe pse tash janë kalu 1 vjet e gjys plus 1 vjet me siguri para se me nisë rrugtim, gati janë bërë 2 vjet e gjys, jemi shumë mirë, jemi të folë çdo ditë që është e mojshme, tepër mirë jemi. Tash edhe jemi edhe feju, kështu që edhe më mirë. Si ishte ceremonia fesë? Ceremonia është sikur te na, sikur në Kosovë, sikur këtu nuk e di, besoj që është e ngjashme. Si te na që kemi pas më herët, po që na që e kemi hup. Okay. Domethënë ceremonia vjen, e prezanton veten, fol me prindrit, e kërkon dorën e vajzës, edhe për aty domethënë vinë të japin kushtet, për shembull për martesë. Cilat ishin kushtet? Kushtet janë prindit kanë thënë nuk e kemi problem na, nuk kemi kur vetëm meherin që kërkohet ligjërisht edhe me islam. Edhe kur kemi pyet vajzën çfarë kërkon meherin, ka thënë nuk më intereson më meheri, më intereson vetëm djali. Edhe që e kam pyet fillim, a jam ashtu që tu kam dok, a jam ndryshe, nëse nuk të pëlqej, kur farë problemi nuk është, edhe pse kam bërë këtë rrugtim, nuk më ka shti kush, nuk duhet me shti me zër dikun me dasht. Kështu që i kam thënë që se nuk të përshtatën, nuk jam ashtu që shki menu, atëherë pa problem, ai ka thënë jam me pajtimit, edhe për mua më ka pëlqyer shumë. Kemi vazhdu me fejesën. Nesërmen, domethënë mas një konflikti vogël që shkon ka ona jem për shkak se nuk kam dash mi pranua të kushtet që janë martesa e madhe edhe martesa me ren. Për shembull, shkojnë martesa çika madhe. Tani ajo ku është e jemja, tani të tjerë të shkojnë. Domethënë motra e madhe nuk është e martuar hala. Duhet prisni tani. Jo, duhet prisni. Mas një domethënë bisedime të mëdha e kemi kryer që nuk është problem. Po traditat e tyre janë kështu. Domethënë kështu janë, nuk është mirë mi prish ose mi ngatru se tek e funit unë kam e marrat vajzën, kemi me jetu në në Evropë, kemi jetu në Kosovë, po familja sa kam jetu aty, kam e vazhdu jetën. Edhe populli si popull, fol, shtramron gjana, shton edhe gjanave saj, kështu që duhet më konë kujdesshëm. Është një histori shumë e veçantë. Seriozisht. Për ato du me bën diçka pak më të veçantë që nuk besoj që ka bërë kush në botë deri tash. Kjo pjesa kon e Azis vetëm një pjesë e saj, kur kam shkuar në Baba, kam pa vetëm që muj me bën hala edhe diçka më të madhe. Kam vendosur që me vazhdu rrugtimin më global, tash në 5 kontinente. Azinë kam kryer, tash kam Evropën, Afrikën, Amerikën Latine edhe Australinë. Inshallah më mëson Zoti me kryer deri në fund. Shpresoj se po me gjithë këtë këmbguljen dhe guximin tënd, nuk dyshoj që do ja arrish. Si e pranon e dashura jote, e fejuara jote, këtë stil të jetës tënde? Ajo ka thënë në fillim, ka thënë që ti burri jam edhe unë jam mas teje kudo që shkon. Domethënë, janë edhe ato figurat e mëdha në histori që gjithmonë është kon për një burrit të madh gjithmonë është gruaja që i qëndron mbrapa. Edhe ajo gjithmonë më qëndron mbrapa pa marrë parasysh çfarë do vendime që kam, se kam për të mirë të saj, kam për të mirë të temën, kam për të mirë të dyve për një të ardhme më të mirë. Komunikoni në gjuhën angleze së bashku? Angleze, po. Domethënë filluar të mësosh ndonjë fjalë? Indonezi? Indonezia është pak problem, ata kanë gjuhën zyrtare Bahasa. Po Indonezia ka 700 gjuhë, domethënë secilën nuk është e mundshme me mësu, po shumë e lehtë. Bahasa është shumë e lehtë, po s'kam pas kohë, domethënë për momentin ajo ka nis prapë me mësu disa fjalë shqip, jo shumë se është shumë gjuha shqipe pak e rënë për ta, po të ardhmen shpresojmë që muj me fol gjuhën e saj une, ajo gjuhën tem. Jeni mësuar me këtë që je gjatë gjithkohës në lëvizje, por ndoshta ndonjëherë ndodh që telefoni mos funksionoj. Si e kaloni këtë? Si e kaloni, para 2-3 dite jam konë në Shqipëri, kam dalë në Lëpush është ajo pjesa më e lartë shumë që ka pasur edhe të borë, prej Lakstis, edhe nuk është mush telefoni, nuk ka pas as bateri, nuk kam ditë as ku jam, po nuk e shaban, duhet më gjendë dyqysh, edhe pse s'ki, du me pyet dikon rrugës, janë shenjat rrugës, janë edhe policia ose ka diçka që du me pyet, se nuk është e mushme mi ditë çdo gjë. Unë domethënë ka pjesa e Shkodrës, ka pjesa e Lëpushës, jam kon hera parë me biçikletë, e nuk e kam ditë as ku jam, po gjendesh
si që jam gjetë edhe shumë shtete tjera. Tani, të shohin një djalë të ri në rrugë me biçiklet, edhe me çantat, me këto kapelën tënde, stilin interesant, a friksohet dikush nga ti rrugës, a afrohet më lehtë se të shohin që je ndoshta më pa komplekse, si është? Dhe më thënë fillim si çdo kush që ban diçka të re, ka që më konë ma profesionist, ma teshat sportive, teshat ato të ciklizmit, po kam po që njerëzit shumë friksohen, shumë profesionale edhe thoj, nashtë unë nuk jam shumë në atë nivel edhe nuk po du mi fol, ose nuk duj anglisht, ose diçka gjona, shumë u largëshin e kur jam vesh tash gjona civile, gjona normale, thjeshta, ma thjesht, shumë njerëz vinë edhe më frojnë, ja nisin tuj, dhe më të turista, edhe po edhe të vendas kudo që në shtet që jam, vinë t'jopin fruta, mi se vjen në shtetit tonë, mi se vjen në qytetin tonë, shumë ma mirë është më konë ma i thjesht, pa komplekse se sa më konë dikushi që, okej, unë kom dalë në televizion për shembull, edhe shumë i sa bojnë, nuk foli unë. Ata janë vendas, ti kemi kalu një ide aty edhe mon nuk ekziston për ta. E leni mbres një knasësit e ta, thuin, e të mojnë men, si kujtim të mirë. Sa vende ke bërë tik? Unë nuk e di, e kam bërë teksa kam mujtë, ja kam nisë prej Pakistanit, ku kam fillu. Këtë pjesën, Turki nuk e kam di që duhet me bon, ose nuk e kam regjistru shumë, kam pasur me bon për fillimit, rrugtimi kam pasur me bon vetëm për vete. Vetëm për vete, nuk kam pasur me qef me dollë media, as kur gjon, po dul muhabeti edhe dhe me thonë tash jam shumë media, po rrugtimi e kam pasur prej qefit, me bo diçka interesante, po edhe me shku edhe një libër që besoj që ka me dalë ma interesant me bon edhe në shqiptarët me bon e farë, jo vetëm francez, jo vetëm spanjol, to se diçka me bon romantik, ka dhe të na që ka të mira, ka njerëz atlet, ka shumë që arrin në jetë. Edhe unë shpresoj të mirën temën. Tani po bëj një pyetje jashtë profesionit, kështu si shqiptar, me sa lek në xhep e bën rrugën. Sa duhet? Do të thënë savings, kom pas të çaj kam mbledh gjatë rrugtimit të parë, domethënë pjesës të parë. Me ato e kam vazhdu, kam punu edhe do gjëna rrugës, nuk e kam pas problem, çka kam gjetë. Shumicën e kam pas me mbulesat mia, po këtë pjesën tash ato janë harxhit. Domethënë nuk kam. Edhe tash këtë pjesë kam u kon shumë, domethënë 3 deri në 4 vjet besoj që kam u kon rrugtimi, është shumë i gat. Jam nis domethënë pa në mbules, jo si atëherë, po e kam domethënë synim me vazhdu 3 ditë punë, 3 ditë rrugtim, 3 ditë punë ose mbar 3 ditë ca ditë rrugë, ca ditë punë. Me kështu besoj që kam e dalë, siç kam dalë edhe herën e kaluar, besoj që prap. E shon një I love you atje në atë letrën. Po, domethënë du më tregu edhe njerëzve se rrugtimi tash çysh kam u kon. Domethënë tash ti rrugtimin e kam pas prej fillimit, prej Kosovës, kam vazhdu në Arabi Saudite, e kam kry për Indonezi. Këtë pjesë e kam bën. Tash du me shku si shenjë falënderimi për fejunën, po edhe diçka pak më të madhe në botë, me bën I love you në forma globale. Domethënë Ija është në Amerikën Latine, zemra komplet e kap Evropën, Afrikën dhe Azinë, edhe pjesa tjetër uja është Australia, domethënë I zemra, forma e zemrës, edhe ju që shpresoj shumë që kam ja dal. Ta uroj me gjithë zemrën, është shumë gjë. Po, është edhe kjo pjesat, domethënë mundi me po pak ma besoj që e kuptoni edhe këtë pjesë, shumë i sa thonë, okay, e kujt të shku tash? Edhe që të sen nuk e kuptoni, mo nuk e di. Është shumë e bukur. Ta uroj me gjithë zemër sinqerisht që ta arrish gjithë atë që dëshiron, edhe dashuria tjetë gjithmonë, ajo, mbështetja jote më e madhe dhe le të themi pika ku ti arrin gjithmonë. Kudo në botë përsëritet dashuria. Përsërit, domethënë, çu thash edhe më herët, kur kam shku në qytetin e saj, Baobab, e kam kuptu që nuk jam hala gati për martesë. Okej. Domethënë, janë çdo gjëna, martesa lyp, shumë gjëna tjera, jo vetëm dashnia, okay, po do me pas shtëpi, do me pas një punë të mirë, do me pas një të ardhme pak më të mirë, jo vetëm, okay, shpejt. Unë kam planifikuar me ardhur në Kosovë, me ta me jetu,
Çfarë thot nëna për nusën? Nona, domethënë shpesh fol me ta, e kanë edhe numrin, domethënë thirrin me zvete anglisht, normal. Okay. Nona nuk din shumë mirë anglisht, po tjerët i ndihmojnë. E don shumë, i ka ble shumë gjona, i ka ble tesha, i ka ble tradicionat të Kosovës, domethënë kuptoj thashojnë. Të zakonet e vet. Po, thashojnë mos bleshën se s'është e nevojshme, po domethënë e don shumë, kështu thot, edhe shi në fytyrë, besoj që edhe ajo e respekton, edhe don se si do. Unë niset më thuash për të jetuar në Kosovë. Domethënë plani u kanë në fillim me jetu unë me atë vajzën në Japoni ose në Taiwan, po Japonia tash nuk pidhin turist, spidojnë turist edhe Taiwani është pak rrezik. Po më pak rrezik, nuk është e përshtatshme atje. Kam provu me në Kosovë, me jetu në Kosovë bashkë me ta. Janë do gjëra që janë ndryshuar, do plani janë ndryshuar edhe nuk është e përshtatshme për mua Kosovë. Tash shpresoj që Australi ose Zeland 3 më janë ofruar do punë të mira. Besoj aty. Jam pa fjalë në gjithë rrugtimin tënd, le të themi ke shumë çka për të pyetur, nga ana tjetër mbetesh e mahnitur për gjithë mënyrën se si kanë rrjedhur gjërat edhe sa shumë shtete, sa shumë vende do të kalosh. Domethënë këtë gjanat mas shumti që kam problem, domethënë që kam shumë stres të madh është viza edhe njohja Kosovës. Domethënë unë jam sa e di, nuk jam bashkë sigurt, po sa e di unë jam vetëm kosovar që kam hyrë në Indonezi me pasaport Kosovës, ligjërisht me vizë, domethënë legjitime. Është kon shumë stres i madh, po prapë se prapë unë shpresoj shumë që Ministria e Punëve të Jashtme të Kosovës ose edhe presidenti që kam shkruar shpesh herë email, kam me marr parasysh këtë gjë, nuk kërkoj nëse gjë të madhe, vetëm që një mbështetje për viza apo edhe në njohje të ardhshme, ku e di. Vende që të kalon përshtypje më shumë? Më shumti që më kanë respektuar është Arabia Saudite, po mua në shpirt që më flen është Vietnami. Vietnami nuk e di pse, po shumë ka pëlqyer tepër. Populli është shumë i sinqert, natyra është e prallë, natyra është tepër e bukur. Edhe domethënë gjonat, rruga sidomos për ciklizëm është shumë e mirë. Vietnami është numër 1, Arabia Saudite numër 2, po edhe Turqia më ka respektuar shumë. Faleminderit Seki, që ishe me neve, që erdhe fizikisht në studio, sepse është më bukur kur ndam, le të themi, përjetimet kështu sy në sy. Edhe besoj se ndoshta nga ndonjë vend atje virtualisht mund të jemi përsëri së bashku. Patjetër, nëse ka internet, Afrika nuk e di ç'është është, po nëse ka internet, atëherë patjetër që mundem virtualisht, po edhe nuk i di jetës, mund të prap mund të bëj intervistë mbasi ta kryej udhëtimin. Në Islam thotë që duhet të udhëtojmë. Duhet të udhëtojmë sepse shihni vendet, kështu që në aspektin edhe shihni çka kam kriju, që thuhet, edhe unë jam të bën ato të mundshme, edhe shpresoj shumë që kam arrit diçka të madhe, diçka në histori të mirë, të bukur. Përveç se po sheh vetë vendet, besoj se shumë vende po shohin Kosovën përmjet teje. Po, unë jam kon shumë i kujdesshëm se jo ambasador zyrtar, po ambasador jo zyrtar në mënyrën tem, jam mundu sa më shumë me përfaqësu Kosovën me një kulturë të mirë. Domethënë, janë shumë turistat që shkojnë në Tajland, bajnë gjëra të pahishme, edhe gjithmonë jenë një farë, domethënë ky Kosovës që shka kanë kosovar. Domethënë, nuk kam dash me bën ato, kam respektu traditat e tyre, kulturat, po edhe kam lënë një mbresë të mirë, kam lënë gjithmonë flamuj, e kam marrë tash edhe shumë me veti të vogël. Domethënë, çdo kur e kam reklamuar shtetin tem se është, domethënë unë për vete e du shumë, edhe pse ka gjëra të meta, ka gjëra të mira, po prapë është shteti jam. Sa bukur, unë jam e kënaqur që këtë bisedë sot e bëm vetëm pak ditë nga pavarësia e Kosovës edhe në ditën e parë të muajit Ramazanit. Po, është shumë mirë. Është shumë mirë, sidomos domethënë dje pavarësia e Kosovës, sot Ramazani, shpresoj që është me begati. Faleminderit se ke suksese dhe rrugtim mbar, rrugë të marr. Faleminderit shumë, ju përshëndes. Kënaqësi.